infeksioni me human papillomavirusin. Infeksioni me HPV është infeksion seksualisht i transmetueshëm dhe më i shpeshti në botë. Shumica e njerëzve që infektohen me këtë virus nuk kanë ndonjë shenjë apo simptom, ndërsa që shumica e kancereve të qafës së mitrës e kanë prejardhjen nga qeliza të tilla të infektuara me human papillomavirusin. Jo vetëm kanceri i qafës së mitrës, por ky infeksion është fortësisht i lidhur edhe me kancere të tjera tek meshkujt dhe femrat. Mënyra më e fuqishme për parandalimin e këtij infeksioni është vaksina kundër human papillomavirusit, e cila është vaksinë polivalente, shumë efektive, e sigurt dhe shkencërisht e provuar. Në kuadër të mbrojtjes parandaluese sekondare janë kontrollat e rregullta periodike citologjike përmes pap testit dhe testimi për HPV, të cilat mund të realizohen edhe në spitalin ton, në bazë të protokoleve bashkëkohore diagnostike dhe në kushte të plota të profesionalizmit dhe të konfidencialitetit. Sa i përket vaksinës, ajo është e rekomandueshme tek djemt dhe vajzat idealisht në moshën 11 dhe 12 vjeçare, por aplikimi i vaksinës është shumë i dobishëm edhe në mosha të tjera. Ju lutem, vaksinoni fëmijët tuaj. Mos të udhhiqemi nga frika dhe hezitimi, por dija dhe shkenca.